Të paktën 14 persona kanë humbur jetën, përfshirë 6 fëmijë, si pasojë e një sulmi raketor rus në qytetin ukrainas Kryvyi, në qendër të vendit. Ky sulm, që është cilësuar si një nga më vdekjeprurësit për vitin 2025, ka tronditur thellë opinionin publik, sidomos për shkak se ndodhi në qytetin e lindjes së presidentit Volodymyr Zelensky. Goditja shkaktoi dëme të mëdha materiale në ndërtesat e banimit dhe ndezi disa shpërthime zjarri, sipas guvernatorit rajonal, Serhii Lysak. Mbi 50 persona u plagosën, përfshirë një foshnjë 3 muajshe, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit po vijojnë. Presidenti Zelensky ka kërkuar rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Rusisë, ndërkohë që ministri i jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, theksoi se ky terror duhet ndalur dhe Rusia duhet detyruar të negociojë për paqen. Autoritetet ukrainase besojnë se raketa ishte e tipit balistik dhe shumë e vështirë për të rrëzuar pa një sistem të avancuar mbrojtës. Ndërkohë, Moska vijon të mohojë se qëllon qëllimisht civilët, ndonse të dhënat tregojnë se mijëra ukrainas të pafajshëm kanë humbur jetën që prej fillimit të pushtimit në vitin 2022.